i matë qëlloj që ka pasur disa historinë përpara që ishte kundër sistemet, që unë nuk i dija faktikisht, dhe u shfaq në 90-91 në organizimin që bën të rinjt për hedhjen e bustit. Dhe i matë u bë pjesë e Partisë Demokratike si nga profesionistët edhe intelektualet asaj kohe, që u bashkuan Partisë Demokratike. Ndërsa IMM ishte themi asaj qëndrueshmërisë që kishim në atë kohë, kishte frikë, nuk ishte komuniste, po ishte një njeri që donte atë qetësinë që kishim të gjithë dhe pse duhet kishte një ndryshim. Kështu që unë mendoj që i ngjaj babait tim në këtë pjesë. Në 95 kam qenë në universitet dhe në 2000 zgjodha inxhinierin, sepse i matë ishte inxhinier, gjeolog, edhe në atë kohë u hap inxhinieria e mjedisit, që kanë kaluar 30 vjet. Edhe këto ditë bëhet dhe 30 vjetori i degës inxhinierisë mjedisit. Ishte duke sikur ishte më shumë e përshtatshme për vajza. Në atë kohë pata edhe një rebelizëm tjetër, sepse mbusha 18 vjeç dhe ika nga shtëpia. Edhe kisha dëgjuar që normalisht duhet jetoja vetëm dhe këtë bëra. Ika nga shtëpia edhe fillova dhe të punoj dhe të bëj dhe shkollën. Në fakultetin e kam kaluar me punë edhe me shkollë. Dhe puna ime parë ka qenë dhe ishte ekspozita, por jashtë ka qenë një fushë e madhe dhe kam shitur rroba të përdorura, që në fakt më vinte turp edhe visha si djalë, vetëm me qëllimin që mos më njihnin njerëzit. Po ndërkohë qëllimi im ishte të mbaja veten edhe të bëja para në atë kohë. E vështirë, sigurisht, sepse isha mësuar që unë të haja 2 vezë, më bënte gjithmonë marr mëngjesin 2 vezë me gjalp, me shumë kujdes. Ndërkohë kur fillova të jetoj vetëm, hëngra 1 vezë me vaj, ka ngelur në mendje. Domethënë fillova ta ul pak cilësinë e jetës time personale, sepse do duhet lahesha dhe duhet krifesha në atë kohë, nuk isha lavatriçe, laja me dorë, duhet të rregullohesha, duhet mbaja veten, duhet isha në shkollë, duhet mësoja, duhet gatuaja dhe mbaj mend librat që kisha të shkollës, kisha edhe një libër gatimi. Edhe kështu ka kaluar, po ja që u forcova nga ajo periudhë, kaluan 5 vite, edhe unë e bëra fakultetin kështu, jashtë shtëpisë, ndërkohë mbas 5 viteve shkova te prindërit përsëri.